Kjo grua piu lëng qepe çdo ditë për 1 muaj. Mjekët huabitën nga ajo që i ndodhi. Lëngu i qepës mund të ndihmojë në ruajtjen e niveleve të sheqerit në gjak. Kjo është një recetë shtëpiake e cila mund t'ju vijë në ndihmë si një shtesë për të cilën mund të ndihmojë edhe organizmin tuaj kundër luhatjeve të sheqerit. Për të përgatitur këtë recetë, krejt çka ju duhet është të keni një kokër qep nga e cila do të nxirrni lëngun e saj. Ja si duhet të veproni. Merrni një kokër qep dhe e ndani në 4 pjesë. Pjesët i hidhni në një kavanos të mbushur me ujë të pastër, rreth 200 ml. Mbylleni kavanozin dhe lini të qëndrojë për 8 deri në 10 orë në një vend të errët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në mëngjes, tretësira e futur kullohet dhe qepa e ësëll pihet. Pirja e saj duhet të bëhet brenda 10 minutash. Përbërësit për këtë mund t'jenë elementët ushqyes më të rëndësishëm për dietën tuaj. Përsëriteni këtë për 40 ditë pa ndërprerje. Veç çrregullimeve të luhatjeve të sheqerit, lëngu i qepës ndihmon edhe në luftën kundër çrregullimeve të shëndetit të syve, lufton parazitët e zorëve që mund të gjenden në aparatin tretës dhe në zorë, dhe është një zgjidhje shumë e mirë edhe në rritjen e imunitetit, sidomos në rastin e virozave. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e dashur dhe e padëgjuar, por pasi të dëgjoni këtë video do të filloni ta përdorni atë më shpesh, sepse ka vlera të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Mjekët vazhdimisht këshillojnë në lëngun e qepës për një sër problemes, siç janë kështu: problemet me rrugët e frymëmarrjes, ftohjen, kollën e të tjera. Lëngu i qepës është një element shumë i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut ose edhe dëndësisë kockore, cilësisë së gjumit, gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të dhëmbëve, citon Healthline. Edhe pse aroma dhe shija e tij nuk janë fort të pëlqyera, këshillohet të kombinohet me kanellë dhe mollë për më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Përmban gjithashtu nivele të larta të fibrave, vitaminës B6, vitaminës C, flavonoideve, kalciumit, gjithashtu magnezit, seleniumit, kaliumit dhe fosforit. Në këtë video do të mësoni përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i lëngut të qepës sipas Healthline. Përmirëson shëndetin e zemrës. Konsumi i lëngut të qepës do të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit, ndihmon në parandalimin e mpikses së gjakut dhe për këtë arsye edhe kundër komplikacioneve të shëndetit të zemrës. Është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të diabetit. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e problemeve të diabetit. Mineralet që përmban në lëngu i qepës përmirësojnë aktivitetin e insulinës dhe gjithashtu largimin gradual të sheqernave nga gjaku, dhe flavonoidet që përmban ulin nivelin e lartë të glukozës në gjak të njerëzit e prekur nga diabeti tipi 2. Qepa mund të jetë gjithashtu një produkt shumë i mirë për pastrim. Qepa ka disa përbërës që ndihmojnë në vitaminën C, e cila mund të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e toksinave të dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen shumë të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Lëngu i qepës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve siç është kolla. Lëngu i qepës përmban sulfur që ndihmon në shpërndarjen e sekrecioneve dhe lehtëson gjithashtu edhe problemet e kollës, prandaj rekomandohet si një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të rrugëve të frymëmarrjes, citon Healthline. Lëngu i qepës është një produkt fantastik për shëndetin tuaj, sidomos për flokun dhe lëkurën tuaj. Vitamina C që gjendet te lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit. Vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të lira ultraviolet. Mineralet gjithashtu janë efikase edhe në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Ndaj përdorimi i tillë i lëngut të qepës sigurisht që do të jetë një aleat i mirë në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Por si të përgatisni lëngun e qepës? Lëngun e qepës mund ta përgatisni duke zgjerrë qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare në 1 litër ujë. Qepa duhet të zihet me gjithë lëkurë për 5 minuta.
Pas zgjerrjes, shtoni mjaltin dhe limonin për të përmirësuar shijen dhe pini menjëherë një gotë. Pjesën e mbetur mund ta mbani në frigorifer dhe ta konsumoni gjithashtu edhe ditën tjetër. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e përhapur dhe me shumë gjatë sa e pa dëgjuar për shumicën prej jush. Por gjithashtu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet të larmishme. Ndaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese dhe për pastrim. Përbërësit e qepës ndihmojnë në vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Lëngu i qepës është një aleat shumë i mirë edhe kundër problemeve të kollës. Përmbajtja sulfurike e lëngut të qepës ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Kësaj, ky lëng rekomandohet shumë kundër problemeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe mund të jetë një zgjidhje efektive lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Lëngu i qepës është një produkt shumë i mirë kundër astmës. Lëngu i qepës shërben si një parandalues në trajtimin e çrregullimeve siç është astma, e cila mund të qetësohet me përmbajtjen e flavonoideve që përmban në lëngu i qepës, duke siguruar trupit kështu elementet më të mirë lehtësues kundër këtyre çrregullimeve. Lëngu i qepës është një produkt fantastik edhe për tretjen. Falë fibrës, lëngu i qepës bën tretjen më të lehtë dhe gjithashtu edhe më të mirë. Falë përmbajtjes së lëvizjes së zorëve dhe nxitjen e rritjes së bakterieve të duhura, atëherë lëngu i qepës do të rrisë imunitetin tuaj dhe do të mbajë tretjen më të shëndetshme, citon Healthline. Lëngu i qepës mund të cilësohet si një produkt fantastik edhe për peshën tuaj trupore. Flavonoidet e lëngu i qepës mund të përmirësojnë metabolizmin dhe të ndihmojnë në dukshëm edhe në djegjen e yndyrnave të tepërta. Për këtë mënyrë, konsumi i vazhdueshëm i lëngut të qepës do të pengojë shtimin e kilogramëve të tepërt. Lëngu i qepës është një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të lëkurës dhe të flokut. Vitaminat C tek lëngu i qepës do të stimulojnë formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E do të shmangë kështu dëmtimin e ekspozimit të radikaleve të lira, të cilat mund të shkaktojnë probleme me lëkurën dhe flokun tuaj. Vlerat e mira të lëngut të qepës janë vërtet të larmishme, ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tij në mënyrë të rregullt. Lëngu i qepës është një pije e cila mund të japë shumë përfitime për trupin dhe për shëndetin tuaj. Gjithashtu, përdorimet e saj në dietat tuaja të rregullta mund të japin rezultate fantastike edhe për imunitetin. Kur konsumojmë ushqime të shpejta, gjithmonë jo i themi qepës, po pavarësisht erës dhe jo të këndshme që le pas, është më mirë që të hiqni diçka tjetër nga sanduiçi ose nga ushqimi juaj dhe të mbani qepën. Qepa përdoret gjithësisht gjithashtu edhe për trajtimin e një sër komplikacionesh, madje edhe mund të përmirësojë imunitetin tuaj. Qepa do të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohet të përfshihet në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepët ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Gjithashtu, qepa ndihmon në eliminimin e parazitëve. Qepa mund të ndihmojë në uljen e niveleve të yndyrnave dhe të lehtësojë edhe zhvillimin e bakterieve të këqija. Qepa do të ndikojë pozitivisht edhe kundër astmës bronkiale dhe pagjumësisë. Ajo ka në përmbajtje të saj squfur dhe quercetin, dy antioksidantë që do të reduktojnë efektin e toksinave në trupin tuaj. Qepët janë të pasura me vitaminën A, vitaminën B, si dhe mineralet të potasiumit, kalciumit, fosforit, selenit dhe sodiumit. Varieteti i kuq i qepës është më i njohur për vetitë e theksuara antibakteriale. Nëse përtypni qep të freskët për 3 minuta, eliminoni të gjitha bakteriet nga goja juaj. Gjithashtu, qepët përmbajnë nivele të larta të elementëve ushqyes që ndihmojnë në rregullimin e qarkullimit të gjakut, duke parandaluar kështu mpiksjen. Hollimi i gjakut zvogëlon mundësinë e goditjeve në zemër ose në tru. Rezultatet e ftohjes, një gotë me lëng qepe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprak ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.